Esselamu alaikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miqa në mban botës kudo që jeni. Mirë se na keni ardhur në programin ton të radhës në shkollën e diturive kuranore. Sot do të lexojmë dhe do të bëjmë një komentim letrar si dhe komentim sipërfaqësor të gjyzit apo pjesës së 9 të Kurani Kerim. Përkthimi do të jetë nga profesor Dr. Feti Mehdiu, ndërkaq unë do të mundohem ta interpretoj dhe ta lexoj rrjedhshëm në mënyrë që nga goja ime të futet në zemrat e tuaja, si dhe pastaj të ndriçohen mendjet tona me këto dituri kuranore. Edhe njëherë mirë se na vini, pra çdo të marte në këtë emision. Jeni mysafirët e Zotit në dhomën time të YouTube-s, të rrjeteve sociale, TikTok-ut e të tjera, gjithashtu edhe bëhuni të lumtur se aty ku dëgjohet fjala e Zotit, ku lexohet fjala e Zotit, aty e keni një koqir Allahun e lartësuar. Në këtë orë mësimi që do ta kemi, ne synojmë që ta njohim sa më shumë fjalën e Zotit, por njëkohësisht përveç që të marrim dituri, të mundohemi ne me aq mundësi sa kemi, ne mundohemi që këto dituri të i shfaqim, të i veprojmë, të i riaktivizojmë në jetën tonë dhe që qëllimi kryesor është që sa më shumë ta bëjmë një shpirt adhurues. Në momentin kur i Zoti shtëpisë, zoja shtëpisë ka një shpirt adhurues, atëherë ajo do të reflektoj shumë bukur edhe tek anëtarët e tjerë të familjes, dhe kështu pra ne si prindër e kemi kryer misionin ton, e pastaj ne nuk duhet të brengosemi sepse Zoti thot hidajeti, udhëzimi është nga ana ime, ndërka që ne si prindër, si mësues dhe si edukator të popullit, ne kemi obligimin të a themi dikujt fjalën e Zotit, sepse Zoti në Kur'an në surën Muhammed ajeti 7 thot kështu: "Më ndihmoni mua që unë të ju ndihmoj juve dhe të ju forcoj këmbët e juaja në rrugën e Allahut në jetë." Prandaj, jo që Zoti ka nevojë për neve si krijesat e tij që t'i ndihmojmë atij, por në këtë moment kur ne e shpalosim, jemi shëmbëltyra e fjalës së Zotit në tokë, në atë moment Zoti ndihet krenar që robi i tij është i udhëzuar, ka krijuar një shpirt edukativ dhe ka shëmbëllim në jetën. Tani, pa humbur kohë, do ta lexojmë pra gjyzin e 9. Unë kam marrë disa shënime të shkurta për me ditë çka do të lexojmë sonte. Pra gjyzi i 9 i Kuranit është mesazh për zemrat tona. Ky gjyz, pra kjo pjesë na kujton se rruga e së vërtetës nuk është e lehtë, por është e mbushur me dritë për ata që qëndrojnë të palëkundur. Në të përfshihen pra surja El Araf, ku kemi mbetë surja Araf, dhe surja Enfal, ku rrëfehen sprovat e besimtarve dhe ndihma e Allahut në momentet më të vështira, se si mund të na vijë ndihma. Prandaj ky gjyzi 9, kjo pjesë e 9 na mëson edhe kur duket se jemi të dobët. Kur na duket se jemi të dobët, nëse jemi me Allahun, fitoria është e sigurtë, ashtu si ishte betejë e Bedrit, sepse Zoti në Kur'an në disa vende ka thënë: "Unë jam me të shtypurit." Prandaj, çka na mbetet neve të frigohemi para krijesës njeri, apo para ligjit, apo para dikujt tjetër që një ligj i cili nuk na pëlqen, para një shtypës që mund ta kesh në familje, në familjen e ngushtë, besa e tjera. Prandaj ne nuk duhet askujt i frigohemi përveç frikës së Allahut, sepse Allahu thot: "Unë jam me shtypësit." Prandaj kërkojeni të drejtën tuaj sa jeni gjallë, në mënyrë që të jeni me Allahun.
e nëse të drejtën tuaj nuk e kërkoni nga friga, atëherë me siguri se i keni ndihmuar zullumçarin, ai cili bën shtypje. Ky gjys pra është një thirrje për durim, unitet dhe besim të sinqert. Na kujton se zemrat që lidhet me Allahut kur nuk humben, kur nuk ndihen të demoralizuara, kur nuk ndihen të jenë nervoz. Ndoshta shpeshherë ne krijojmë një frikë brenda nesh për një të ardhme, për një vizion që e kemi, por ata të cilët janë besimtarë, ata janë ndoshta aty për aty pak e humbë atë durimin apo atë ndjenjen apo atë moskënaqësin, mirë po prapë se prapë kur ata janë shpirt adhurues, ata kur nuk humbin shpresën te Zoti dhe se çdo vështirësi është drejt rrugë drejt mëshirës dhe fitores së Allahut. Prandaj ne gjithmonë çdo punë fillojmë me Bismillahirrahmanirrahim, që do të thonë në emër të Zotit të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. Pra gjithmonë kemi nevojë për mëshirën e Zotit. Kur nuk duhet të humbim, të ngrejmë dorë nga shpresa e Zotit. Kur nuk mund t'i besojmë dikujt që është krijesa e Zotit për një diagnozë apo për diçka që na kanë thonë, nëse jemi besimtarë te Zoti, besoni se Zoti ka me bë mrekulli në jetën tuaj. Pra gjyzi fillon nga surja e Naf, tregohet historia e profetëve që kanë qenë shumë me sprova dhe të qëndrueshëm përballë këtyre sprovave. Prandaj tregon gjithashtu thekson lufta mes të vërtetës dhe të pavërtetës. Kjo çka tregohet në Kur'an, ajo është edhe në jetën e përditshme. Jo vetëm një herë pas ka tregu sikur historia dhe tash nuk po vleka. Jo, bashkë për sot është. Theksohet pra lufta në mes të vërtetës dhe të pavërtetës, pastaj e përmendet betejë e Bedrit si shembull se si Zoti i ka ndihmuar muslimanëve besimtarëve në kohët më të vështira, kur kishin më pak luftëtar dhe kur e kishin armikun kundërshtar më të fortin. Flitet për rëndësinë e bindjes ndaj Allahut dhe të dërguarit, sa ka rëndësi na me u bind Zotit edhe profetit. Paralajmërim për mosbindjen, hipokrizin dhe përçarjen, udhëzime për unitetin, disiplinë dhe moral në shoqëri, kujtesë se fitoria vjen vetëm nga besimi, durimi dhe sinqeriteti. Besimi, durimi dhe sinqeriteti. Nëse çeto 3 gjëra i ki në jetën tënde, në çdo punë do të kesh fitore, kjo është e garantuar nga ana e Allahut. E Zoti çka ka garantu, çka ka premtu, ata e ka realizu, por jo tek ata të cilët nuk besojnë. Prandaj durimi, bindja dhe sinqeriteti janë 3 gjëra të cilat e bëjnë mrekullinë e vet në jetën tonë. Paralajmërim për mosbindjen, hipokrizin dhe përçarjen. Edhe ata të cilët nuk binden, të shohim se çfarë po i thot Zoti, udhëzim për unitet, për të bashkuar, disiplinë dhe moral në shoqëri. Disiplina është një prej elementeve, komponentave kryesore që njeriu e bie te suksesi i vet, jo vetëm suksesi material, por suksesi i krijimit të vlerave, sepse suksesi në miliona, në biliona nuk ka vlerë nëse na nuk është sukses, nuk është fitore nëse na në jetën tonë nuk kemi kriju vlera, nuk kemi realizu një jetë me plot vlera në mënyrë që të jemi shembull për fëmijët tanë dhe për nipat e stërnipat tonë. Kujtesë se fitoria vjen nga besimi, durimi, thirrje për reflektim, devotshmëri dhe mbështetje vetëm tek Allahu në çdo gjendje. Kjo pra kur mbështetesh vetëm tek Allahu në çdo gjendje, me siguri se ka një domethënie tepër të madhe për ata të cilët i binden fjalët e Zotit, i besojnë Allahut të lartësuar. Po vazhdojmë me leximin e Kuranit, një verset kuranor, e pastaj edhe në gjuhën shqipe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I mbështetem Allahu të mëruaj nga shejtani I mallkuar. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Kryeparët e popullit të tij, të cilët ishin mendje me dhenjë, thanë: O Shuaib, ne gjithsesi do të përzëm nga qyteti ynë ty, edhe ata që besuan me ty, ose patjetër do të ktheheni në fen ton. A është përkundër dëshirës ton? Tha ai, pra Shuaibi ka qenë profet. Do të kishim shpifur gënjeshtër ndaj Allahut sikur të ktheheshim në fen tuaj, pasi që na patë shpëtuar Allahu prej asaj. Ne nuk mund të kthehemi në të, pa dashur Allahu, Zoti ynë, edhe sepse Zoti ynë ngërthen me dijeni të ti çdo send. Ne jemi mbështetur te Allahu. O Zoti ynë, ti vendos ndërmjet nesh dhe popullit ton me drejtësi. Ti je gjyqtar më I drejtë. Okay. Kurse kryeparët e popullit të tij, ata të cilët nuk kanë besuar, thanë: nëse shkoni pas Shuaibit, ju atëherë padyshim jeni të humbur. Dhe I goditi dridhje fort dhe në mëngjes u gjetën kërcuje në shtëpitë e veta. Ata që e kanë konsideruar Shuaibin rënacak, sikur asnjëherë nuk jetuan me të, dhe ata që u përgënjeshtruan Shuaibin, ata kanë qenë të humbur. Prandaj ai u largua prej tyre dhe tha: O populli im, ju kam komunikuar traktatet e Zotit tim dhe ju kam këshilluar si të vuaj për popullin mosbesimtar, a ja vlen me vuajt për juve, pra. Dhe asnjë ferë rrëfyes nuk e kemi dërguar në ndonjë qytet e banorët e tij të mos I kemi dënuar me skamje sëmundje në mënyrë që të përulen. Ne duhet të mburremi që jemi ummeti, populli I fundit që ka ardhur me profetin Muhammed. Ne duhet të mburremi që jemi ummeti I profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, nga se është I vetmi popull mbi të cilin, edhe pse edhe ky popull është I padëgjueshëm në shumë raste, mirëpo Zoti ka thënë që do ta përcjelli këtë popull pa ndëshkuar komplet, si që ka ndëshku popullin e Shuaibit, si që po e shihni, si kërcenje I ka bërë mbrenda natës, I ka ndëshkuar, por thot nuk do ta dëshkoj popullin e profetit Muhammed, edhe pse aty këtu I jep shumë sprova të rënda atyre të cilët devijojnë nga rruga e tij. Por jo në globalitet, jo në përgjithësi, po tek e tuk, popull apo fise apo familje. Pastaj e zavendësonim të keqen me mirësi, derisa të përparojnë dhe të thonë: edhe baballarët tanë janë sprovuar me pikëllime dhe gëzime, e pastaj ata I grabitën pa pritmas dhe as pak nuk e hetuan.
Dhe si kur të kishin besuar banorët e fshatrave dhe të ishin ruajtur, ne atyre do të kishim dërguar bekime nga qielli dhe nga toka, por ata kanë përgënjeshtuar, andaj kemi goditur me diçka që e kanë merituar. Ato janë banorët e fshatrave të sigurt se nuk do t'i godit dënimi im derisa ata flejnë natën, ose a janë banorët e fshatrave të sigurt se nuk do t'i gjej dënimi ynë në ditën derisa ata luajnë? Zoti pyeta. A janë ata të sigurt në kurthën e Allahut? Kurthën e Allahut e kanë të siguruar vetëm njerëzit e humbur. Ata të cilët trashëgojnë tokën e banorëve të saj të mëparshëm, a nuk i qonë në rrugë të denjë fakti se po të duam ata i godisim me gabimet e tyre dhe zemrat e tyre i volosim e ata nuk do të dëgjojnë. Lidhur me ato fshatra, po t'i rrëfejmë ty disa nga ato ngjarje. Atyre profetët e vetu kanë sjellur argumente të qarta, por ata nuk kanë dashur të besojnë në atë që e patën përgënjeshtruar më parë. Ashtu i ka vullosur Allahu zemrat e mos besimtarve. Kurse ne kemi ditur se shumica e tyre nuk e mbajnë besën dhe e kemi ditur se shumica një mend janë gabimtarë. Pastaj, pas atyre kemi dërguar faraonit dhe parisë së tij Musaun dhe me argumente tona, por ata këti i bën krime dhe ti shiko si kanë përfunduar nga trestarët. Dhe Musa tha, o faraon, unë jam profeti Zotit të botrave. Kam detyrë të them vetëm të vërtetën për Allahun. Ju kam sjell argumente të qarta dhe Zoti juaj lëri pra le të vinë me mua Izraelitët. Nëse ke sjell argument, i tha faraoni, tregoje nëse flet të vërtetën. Dhe ai e lëshoi shkopin e vet kur ai gjarpër i vërtetë. Dhe nxori dorën e vet e ajo krejt bardhë për të pranishmit. Kryeparia e popullit të faraonit tha, ky vërtet është magjistari zdërvjellët. Pra magjistari kanë thënë, nuk e kanë pranu si mrekullitë e Zotit, si profet Musën. Dëshiron t'ju nxjerrën nga toka juaj, çka thoni ju? I thotë pra faraoni. Vonoje atë dhe vëllaun e tij, i thanë, dhe dërgo në qytet ata që do t'i tubojnë. Dhe po t'i sjellin ty tërë magjistarët e zdërvjellët, dhe i erdhën faraonit magjistarët dhe i thanë, nëse dalim gazhnjimtar, a do të kemi ndonjë shpërblim? Magjistarët, pra? Po, u tha ai faraoni, dhe me të vërtet do t'u kem të afërt. Po, i tha ai faraoni, dhe me të vërtet do t'u kem të afërt. O Musa, i than, a do t'i lëshosh ti apo t'i lëshojmë ne? Lëshoni ju, u tha ai, dhe kur i lëshuan pra to gjarprinjet apo litarët e tyre, i ma gjepsen sytë e njerëzve dhe shumë i friksuan, sepse u shfaqen magji të mëdha. Pra, duhet ta dallojmë magjin edhe mrekullin. Magjia edhe sot bëhet, pra magjistarët e cirkut e tjera bëjnë këto magji, dhe trike magjistarësh, mirë po mrekullit e Zotit janë nuk krahasohen me asgjë, ato janë të veçanta, që i kishin vetëm profetit dhe evlijat, edhe sot mund t'i kenë. Kurse ne i komunikuam Musaut, lëshoje shkopin tënd dhe ai me njëherë i përbiu të gjitha ato gënjeshtra dhe doli në sheshe vërteta, kurse ajo që kishin bërë ata u prish. Dhe ata mundën aty dhe mbetën të poshtruar. Kurse magjistarët ranë në seshte. Ne i besojmë Zotit të botrave, thanë.
Zotit të Musas dhe Harunit, a ti besoni para se t'u jap unë leje? I thot faraoni. Kjo është me të vërtet kurth që keni kurdisur në qytet për të përzënë prej andej banorët e ti, por do t'a shihni, thot faraoni magjistarve të cilët i ka ushqyer, i ka dhënë dhurata shpërblime me 50 vite me radhë. Mirë po për një ditë ranë në sejshte dhe u banë musliman, besimtar në realitet. Do t'ua këpus, pa dyshim duart dhe këmbët tërthorazi, e pastaj do t'ju gëzhdoj të tërve. Ky ka qenë ndëshkimi faraonit ndaj magjistarve të vetë. Ata i thanë, ne me të vërtet i drejtohemi Zotit ton, e ti neve na hakmiresh vetëm pse i besuam argumenteve të Zotit ton, që na erdhen, o Zoti ynë, na bën të fortë dhe të vdesim me durim e si besimtar. Pra lutën, me njëherë pranojnë fenë edhe e besojnë, edhe me njëherë i lutën Zotit që të vdesin si besimtar. Pra nuk i kthehen besimit të magjive të tyre të cilat i kishin mësuar në kohën e faraonit. Ndërka sot kemi njerëz me 100 vite, me 50 vite të jetës vetë, jetojnë vetëm si me një emër musliman dhe i shohin mrekullitë e Zotit, se çka bën Zoti dhe prap besin vetëm me emër musliman, por besimtar janë shumë larg, besimtar që janë gjendje me sakrifiku jetën e vetë, pasurinë e vetë dhe me fliju diçka për Zotin. Ata janë të pakt, prandaj këta ishtin magjistarët të cilët për 50 vite kishin punuar me faraonin që t'jenë magjistar, për 5 minuta u binden dhe për 15 minuta, ashtu themi të asaj kohë, për 15 minuta ranë dëshmor, ju besuan Zotit të lartësuar dhe i gëzhdoi faraonin. Kurse kryeparët e popullit të faraonit thanë, a do të lësh Musaun dhe popullin e tij të bëj turbullira në tokë dhe të lënë ty dhe zotrat tuaj? A i tha, do t'u ambysin djemtë e tyre, kurse femrat do t'u lëm të jetojnë. Ne me të vërtet jemi sundues të atyre. Ky është edhe gjatë luftës së Kosovës, në Krushet Madhe, për shembull, është një rast ku janë mbytur për një ditë 270-80 burra, djemë të ri dhe fëmijë, por asnjë grua nuk është mbytur. Kjo pra i kanë lënë që të jetojnë dhe sërbët kanë pas për dëshirë ta bëjnë një eksperiment social, se si munden këto gra të jetojnë pa burra dhe si do t'jetë çështja e tyre në moral, dhe falë Zotit sot gratë e Krushës janë gratë ndershme, gratë punëtore, gratë e biznesit e sipërmarrjeve të ndryshme, siç është edhe Fahrije Hoti për ndryshe mikja ime. Musa i tha popullit të vet, kërkoni ndihmë prej Allahut dhe jeni të durueshëm. Toka është me siguri e Allahut. Ai u lë në trashëgim kujt të doj nga robët e vet, kurse ardhmja është atyre që ruhen. Kemi qenë të maltretuar, thanë ata, para se të vije ti, por edhe pas ardhjes tënde, pra, edhe pse kanë qenë bashkëpunëtorë të faraonit, prapë thot kemi qenë të maltretuar para se të vije ti edhe pas ardhjes tënde. Ndërsa ai u tha, ndoshta Zoti juaj do të shkatroj armikun tuaj, kurse juve do t'ju lërë më këmbës të tyre në tokë, për të parë se si do të veproni. Pra ju do t'jeni halife në tokë, me këmbës të Zotit në tokë. Dhe familjen e faraonit ne e dënuam në vite urie dhe jo pjellshmërie, ndoshta po mbledhin mend.
Të dashur miq, tani verseti 131 i surës Arafe të poshtë tregon për Israelitët, Beni Israilet, pra janë populli i Musës, pra janë pasarësit e Musës dhe pasarësit e Jakubit a.s. Jakubin e dini si profet, pra mos t'i përzim këto ligjërata, këto lexime, këto komentime kuranore me jahudit e sotshëm, të cilët janë pasarësit në aspektin e atyre etnik, historik, gjeografik, besa edhe me sjelljet e tyre shumë çnjerëzore. Prandaj populli i sotshëm izraelit që është krijuar në vitin 1948 pas luftës së dytë botërore, nuk është vazhdimsi e popullit të Jakubit dhe Musës a.s. që përmenden në Kur'an, dhe se por ky popull mas vitit 1948 është një projekt politik i cili duhet na si musliman, na si besimtar të krishter, jevrejs dhe jevrejt e sotshëm ka prej atyre të cilët janë nga ky popull që po përmend Zoti në Kur'an. Prandaj vazhdojmë. 131. Dhe kur u vjen mirë atyre thonë, këtë kemi merituar, po kur i godet ndonjë keqe, fajsonin Musaun dhe ata që ishin me të, por jo, e keqja e tyre është nga Allahu, por shumica e tyre nuk e din. Pra, tregon për edhe tek profeti Muhammed, ka pas, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, ka pas njerëz pasues të tij të cilët kanë qenë hipokritë dhe pa marrë parasysh të mirat që ja ka dhënë profeti, prapë nuk i kanë besuar. Edhe këtu pra populli i Musës ka qenë një popull i cili është akuzuar se i ka mbyt shumë profetët dhe gjithmonë ka pas hipokrizi dhe nuk kanë qenë të kënaqur. Dhe thonë, çfarë do argumenti që të na sjellësh për të na magjepsur me të, ne ty nuk të besojmë. Prandaj, ne atyre u lëshuam përmbytjen dhe karkalecat dhe rriçnën, edhe bretkosat edhe gjak, argumente të qarta, por ata bën mendjemadhësi, kanë qenë popull mëkatar. Këto pra janë ndëshkimet që i kanë ndëshkuar Zoti të jahudit e Musës a.s. të cilët përkundër asaj që e kishin një profet para vetes, ata prap nuk u bindën. Dhe kur i goditi, prandaj thuhet që gjithmonë populli jevrej ka mu dënu me të njëjtat, me rriçna, me karkaleca, me bretkosa, me gjak e tjera. Dhe kur i goditi, këto janë disa sinjale, disa shenja që Zoti e tregon hidhërimin e tij mbi atë popull. Dhe kur i goditi e papritur, a tha, o Musa, lute për ne Zotin tënd ashtu siç ta ka dhënë besën ty. Nëse na liron nga kjo e keqe, ne patjetër do të besojmë ty dhe pa dyshim do t'i dërgojmë me ty Izraelitët. Pra, pas këtyre trazirave e ka lutur Musa, po prapë shikoni se sa herë kanë tradhtu Musën a.s. Po kur i çliruan nga kjo ajo e keqe për një afat të caktuar që do të arrin, ata nuk e mbajtën fjalën. Disa herë kanë tradhtu. Prandaj ne i dënuam dhe i përmbytëm në ditë, sepse i përgënjeshtruan ajetet tona dhe ishin indiferent ndaj tyre. Kurse popullin e shtypur e bëm trashëgimtar të anëve lindore dhe të perëndimore. Do të thënë, në atë kohë edhe sot, populli që ka qenë i shtypur në kohën e Musës a.s., Zoti thot, i bëm trashëgimtar të anëve lindore dhe perëndimore, të tokës që e kemi bekuar, dhe u plotësua fjala e mirë e Zotit tënd ndaj izraelitëve, për shkak se patë ndurim dhe e bëm rrafsh me tokë atë çka e kishte ndërtuar dhe ishte kujdestar, faraoni dhe populli i tij. Flitet pra për faraonin.
Pra, kush është populli i shtypur në këtë 137 në lindje dhe që do të jenë në lindje në Perëndim? Populli i Ben Israelitëve kanë qenë të shtypur pra nga faraoni, pas shumë shtypjeve Zoti i ka bekuar. Prandaj gjithmonë fetë kanë qenë pasardhës të njëra tjetrës. Pas Musës a.s. ka ardhur edhe Isa a.s. Dhe pas Isës a.s. 700 vjet vjen profeti Muhammed. Dhe këtu, kur themi populli i shtypur, këtu nuk parashihet vetëm për popullin israelit të asaj kohe, sepse për me qenë popull i shtypur nga padrejtësit dhe për me qëndru në ato, atëherë duhet ta kesh një besim tepër, bindje të fortë, është kusht me pas bindjen e fortë ndaj Zotit. Prandaj Palestinën e kemi një popull shembull, edhe vendet e tjera muslimane ku po shtypen musliman, dhe besojmë që bekimi i Allahut së shpejti ka merra mbi ta. Pra, gjithmonë Kurani nuk shpjegohet ka ndodhur një ndodhi para 1400 vjetëve apo para 3000 vjetëve dhe ajo vlen vetëm për atë kohë. Jo, ajo është një shembull edhe për ditët e sotshme. O Musa, i tha ai, unë ty të kam zgjedhur nga njerëzit tjerë me komunikimin tim dhe me fjalën time. Prandaj merr atë çka të jap dhe ji mirënjohës. Dhe ne atij ja shkruam këshillën për çdo send në pllaka, edhe sqarime për çdo send. Pranoi ato bindshëm dhe urdhëroi popullin tënd të marrin atë që është më e mirë. Do t'ua tregoj vendin e mbrapshtanëve. Do t'ja tregoj nga argumentet e mia ata të cilët bëjnë mendjemasi në tokë pa kurfar arsye. Edhe pse i shohin tërë argumentet, nuk e besojnë. Edhe pse e shohin rrugën e drejtë, nuk e pranojnë si rrugë të drejtë. Po nëse shohin rrugë pa krye, atë e marrin për rrugë. Kjo bëhet për shkak se kanë përgënjeshtruar argumentet tona dhe kanë qenë indiferent ndaj atyre. Kurse ata të cilët i përgënjeshtruan argumentet tona dhe ballafaqimin në botën tjetër, veprat e tyre janë shkatëruar, apo shpërblehen ndryshe përveç se si kanë pas punuar. Dhe populli i Musaut pasi shkoi, ai pranoi një viç për idol, nga stolitë e tyre një figurë që pëlliste, a nuk kanë parë se ai nuk u flet dhe se nuk i përudhë në rrugë të drejtë? E pranuan atë dhe bën gabim mizor. E dini pra viçi i Musa dhe Haruni, dy vllazën kanë qenë, të dytë kanë qenë profet, pejgamber, dhe Haruni ka ndejtur me popullin, ndërka që Musa ka shkuar në malin Tur dhe aty ka ndenjur 40 ditë për ta marrë vahjin, nisoj shpalljen, nisoj si profeti Muhammed që 40 ditë rresht ka ndenjur në shpellën Hira, në Xhebel Nur, në malin e dritës në Mekë për t'i ardhur shpallja. Mirë po, ende pa e kry këtë mision Musa, populli i cili kishte qenë i udhëzuar, ata i shitën gratë dukatët, e krijuan një viç dhe në brenda në mbretësinë e atij viçit si figurë, si skulptur, kishte një zbrasti dhe ai jepte një zo. Mirë po Zoti i thotë, ai po jep një farë zoni, por nuk po flet me juve, as nuk po ja zgjedh problemet e juve. Dhe kur e kuptuan gabimin dhe panë se kanë humbur, thanë, nëse Zoti ynë nuk na falë dhe nuk na mëshiron, ne me të vërtet do të jemi të humbur. Është e treta herë që populli i Musës, jevrejt gjithmonë kanë qenë më shumti që kanë mbytur pejgamber dhe më të padëgjueshëm, më mendje madh dhe më kryefort. Dhe kur u kthye Musa te populli i vet, i hidhëruar dhe i pikëlluar, tha: po shumë keq jeni sjell pasi shkova unë. A deshet ta shpejtoni urdhrin e Zotit tuaj? Dhe i hudhi
pllakat, kurse vllaun e vet e kapi për flokësh dhe e tërhoqi ka vetja. Pra Harunin, se u dëshpru Musa i gjujti ato pllakat që ja dha Zoti si shkrime që kanë qenë udhëzime te vrati tyre dhe kapi për flokësh. O biri në nëstime, i tha Harunit, populli më ka parë të dobët dhe për pak desh më mbytën, po mos bën të më hakmerën armiqt dhe mos më konsidero prej atyre që kanë bërë mizori. Pra ju drejtu vllaut vet duke mendu se ai pse s'ka mund t'i drejtoj popullin për 40 ditë që nuk ishte prezent. O Zoti im, u lut Musa, më fal mua dhe vëllaun tim dhe na prano në mëshirën tënde. Ti je më i mëshirshmi i të mëshirë më vete. Ata të cilët patën pranuar viqin, do t'i arri një mend hidhërimi i Zotit të tyre dhe poshtërimi në këtë botë, ashtu ne i shpërblem shpifësit. Kurse ata të cilët bëjnë vepra të këqija e pastaj janë penduar dhe besojnë, Zoti yt pas kësaj me siguri fal dhe është mëshirë plot. Dhe kur i kaloi Musaut hidhërimi, ai mori pllakat në tekstin e të cilave ishte udhëzimi dhe mëshira për ata të cilët i friksohen hidhërimit të Zotit të tyre. Dhe Musa i zodhi nga populli vet 70 vet për vend takimin me ne, por kur i goditi dridhja, ai tha, o Zoti im, të kishe dashur ti, ke mund t'i zhdukësh ata edhe mua qysh më parë. Atë na zhdukësh për shkak të veprimit të disa të marrëve nga mesi ynë, ajo është vetëm sprovë e jotja dhe me të cilën ti, cilin do e lë në humbje e cilin do e udhëzon në rrugë të drejtë. Ti je Zoti ynë, andaj na fal dhe na mëshiro, sepse ti fal më së shumti. Shikoni 70. Gjithmonë këto numrat kur përmenden në Kur'an, këto kanë sekrete në veti. Është interesant se edhe Imam Hyseni kur shkoi në Kerbela, 70 persona i kishte me veti. Pra ishin krejtësisht 71 shehida, në realitet ai kishte edhe gratë edhe fëmijë, po prej meshkujve që ranë shehid ishin 70 persona. Prandaj ky numri 70 është diçka që mban sekrete në vete, por ka njerëz të cilët vetëm në këtë aspekt bëjnë studime të mrekullueshme. Por unë nuk i takoj atij grupit për fat të keq. Dhe na jep mirësi në këtë botë edhe në botën tjetër. Ne me të vërtet jemi kthyer ka Ti. Me dënimin tim unë dënoj cilën të dua. Tash Zoti thot, tha ai, kurse mëshira ime ngërthen çdo send. Do t'ua jap atyre të cilët shmangen prej mëkatësh dhe japin zekatin dhe atyre të cilët besojnë në argumentet tona. Ata që pasojnë profetin ferrëfyes, analfabet, të cilin e gjejnë të paralajmëruar në librat e veta, në Tevrat dhe Injil, që prej atyre kërkon të bëjnë vepra të mira dhe i pengon nga të pamirat, i cili u lejon ushqime të mira dhe u ndalon të këqijat, flitet për profetin Muhammed pra, i cili lejon ushqime të mira dhe u ndalon të këqijat dhe i çliron nga barra e vështërsitë që kanë pasur, prandaj ata që i besojnë atij, të cilët do ta përkrahin dhe ndihmojnë dhe pasojnë dritën e dërguar me anë të tij, ata s'ka dyshim janë të shpëtuar. Pra tregon se si e kanë paralajmëruar Zoti edhe në Tevrat para Isës a.s. se do të vjen një profet Muhammed ferrfyes që e fyen ferrin, xhehenemin, nuk e don xhehenemin dhe ai është ferrfyes analfabet. Mirë po, kjo të fjala analfabet në gjuhën shqipe është përkthy, por ka një përkthim ma të gjanë që i thënë
gjuhë umije, pra analfabet ka mund me qenë me një gjuhë tjetër, por në gjuhën umije, normal që profeti e ka njoft atë gjuhë, mirë po dëshira e Zotit ka qenë atë gjuhë edhe atë shkrim, mirë po dëshira e Zotit ka qenë që mos të thuhet se profeti e shkruajti Kuranin, prandaj ky ka një shpjegim pak ma gjanë, tash na kishte me na marrë shumë kohë, do ta bëjmë një temë ekstra për këta nëse do. Vazhdojmë. Thuaj, o njerëz, unë për të gjithë ju jam profeti Allahut. Tash është në pyetje profeti Muhammed. Pushteti i tij është edhe në qiell edhe në tokë. Nuk ka tjetër Zot përveç atij. Ai ju vdes dhe ju ngjall. Prandaj besoni në Allahun dhe profetin e tij. Ferfyes, analfabet, i cili beson në Allahun dhe fjalët e tij. Pasoni atë që të jeni në rrugë të drejtë. Nga populli i Musaut ka një grup njerëz të cilët udhëzojnë në rrugë të drejtë dhe atë e zbatojnë me drejtësi. Do më thonë, pa marrë parasysh që kanë qenë populli jahudi që futët shumë të këmbgulës, shumë të devijuar, shumë mosbesimtar, shumë hipokrit, pra për tyre ka edhe të tillë njerëz që kanë besuar dhe kanë qenë në rrugë të drejtë. Bile kemi pa na që edhe për rastin e Palestinës që të jevrejt, por janë në krahun e besimtarve musliman palestinesve. Edhe ne i shpërndam në 12 fise dhe Musaut, kur i kërkoi popullit të tij ujë, i kumtuam. Më shoi gurit me shkopin tënd dhe prej aty shpërthyen 12 burime. Se cili fis e dinte se prej cilit burim do të pi, kurse ne i bëjmë hije prej reve dhe udham, fëllënza dhe mena, lloj lëngu i ëmbël, hani gjërat e mira me të cilat ju furnizoj. Ata nuk na kanë bërë neve padrejtësi, ata vetës i kanë bërë padrejtësi. Pra, prapë edhe këtu përmenden 12 burime uji. Uji simbolizon edhe diturin. Kemi 12 apostoj, mirë po kemi edhe hadithin ku profeti Muhammed e përmend emrin 12. Thotë asnjëherë s'do të ketë toka s'do të jetë pa udhërëfyes, pa imam, dhe ata do të jenë 12 nga fisi im Kureshi. Vazhdoj. Pra 12 imamët, edhe këtu përmenden 12 burime të ujit që i mshon Musa me shkop në gur dhe dalin 12 burime, pra burime uji, mirë po kjo ka një tefsir pak më gjanë, po na jemi të bë komentim, tefsir, pra tekstual, pra letrar, me ato çka aty për aty e kuptojmë diçka më thjesht. Edhe normal unë i kam marrë shënimet se para se me hy këtu në këtë emision, unë përgatis. Falenderoj Zotin për kohën që ma jep dhe shëndetin. Shpresoj edhe mençurin të ma smadhoj. Më shoj gurit. Pra përmenden 12 burime, po thot ata i bëjnë padrejtësi vetës. Na çka do çka i kemi ndihmu, i kemi udhëzu, ata prap devijojnë nga rruga ditë. Dhe kur ju tha, vendosuni në këtë fshat dhe hani prej nga të duani dhe thuani, na fal o Zot, dhe në derë hyni me përulje, do t'ua falim mëkatet tuaja, edhe punë mirëve do t'ua shtojmë punët e mira. Pastaj ata të padrejtët ndër ata i ndërruan fjalët me tjera fjalë nga ata që u ishin thënë. Edhe ne mbi ata kemi zbritur dënimin nga qielli për shkak se gjithmonë kanë qenë të padrejtë. Dhe pyeti ata për fshatin që gjendej buzë detit, kur e thyen dispozitën për të shtunën. E kemi përmend shtunakët, i vinë prej popullit jahudi në surën Bekare ajeti 67, ku Zoti shtunakët i ka shëndru në derra. Edhe një vend tjetër, kërkone në ChatGPT, thoi, ku përmenden, pse përmenden derrat edhe majmunat.
Do më thënë që të dy emre, deri dhe majmuni përmendet. Se Zoti thot jahudit, shtunakët, popullin e Musës, të cilëve Zoti ka thënë mos peshkoni ditën e shtunë, ata për inat, hajta që ka me bo ky Zoti Musës, shkojnë peshkojnë dhe thot Zoti i kam shëndru në derra dhe në majmuna. Edhe këtu pra në 163, Araf përmenden shtunakët. Prandaj të shtunën, jahudit e kanë në sinagoga ditë pendimi, ditë lutje, paramurit e tjera, ndërka që krishterët e kanë ditën e diele, na muslimanët e kemi ditë feste të javës, ditën e gjuma. Nuk i kemi ditë në dëshkimi. Prandaj, vazhdojmë, kur peshqit para syve të tyre u vinin deri sa e festonin të shtunën, dhe kur nuk e festonin më, ata nuk u vinin më. Ja, ashtu i kemi vënë në sprovë për shkak se gjithmonë kanë gabuar. Dhe kur një grup prej tyre i thanë, pse këshilloni një popull të cilin Allahu do ta shkatroj ose do të dënoj me mundime të rënda, ata u përgjigjen, për t'u arsyetuar para Zotit tuaj dhe ndoshta ata do të shmangen pak prej mëkateve. Dhe kur e harruan atë me çka ishin të çortuar, gjithmonë i kanë harru fjalët e Musës Zotit, ne i shpëtuam ata të cilët pengonin nga veprat e këqija, kurse me dënim të rënd i përfshim mëkatarët për shkak se gjithmonë kanë qenë mbrapshtan. Dhe pasi që ata me ngulmë refuzuan të heqin dorë nga ajo që u ndalohet, ne u thamë, bëhuni majmun të përbuzur. Majmun të përbuzur. Dhe Zoti yt njoftoi se deri në ditën e Kiametit do të lëshojmë pushtetin e dikujt i cili do t'ju shtyp në mënyrë më të keqe. Zoti yt është me të vërtet i shpejt në dënim, por ai edhe fal shumë edhe është mëshirëplot. Dhe ne ata i kemi shpërndarë në për tokë, asnjë vend nuk e kanë shtetin e vet. Pra i kemi shpërndarë në për tokë si popull. Ka të mirë, por ka edhe që nuk janë të mirë. Dhe ne i kemi sprovuar me të mira edhe me të këqija, ndoshta vinë në vete. Dhe pas tyre kanë betur brezni që kanë trashëguar librin, bleni gjëra të pavlefshme të kësaj bote të ulët dhe thoshin, do të na falet, po në qoftë se prap u vjen në dorësh diçka e tillë, do ta bënin diçka të keqe, prap kanë thënë ajt se neve na fal Zoti. A nuk është marrë prej tyre besa në libër se nuk do të thonë për Allahun asgjë përveç të vërtetës dhe kanë lexuar se çka ka aty, mirë po bota e ardhshme është më e mirë për ata që ruhan. A nuk mbledhin mendjen? Ndërsa ata të cilët bindshëm i përmbahen librit dhe që falin namazin, dhe një mend nuk u humbin shpërblimin punë mirëve. Edhe prej tyre ka prej jahudive, prej qifutve të cilët bindshëm i mbahen librin me të madhe, dhe që e falin namazin, sepse dhe jahudit falin namaz, bile e falin me duart e lidhura njësoj sikur se te ehli suneti, sepse ehli beti ka duart e zgjidhura, por e keni një video drejt për trupi, lidhja e duarve në namaz, nga ka ardhë kjo dhe ka ardhë mu prej një fisi jahudi në kohën e Omerit, Khalifës dytë, i cili e ka bo praktik edhe muslimant me i lidh duart kështu pra sikur në namaz, sikur se jahudit. Pra, ndërsa ata të cilët bindshëm i përmbahen librit dhe që falin namazin, ne një mend nuk u humbim shpërblimin e tyre. Vazhdojmë. Dhe kur e ngritëm kodrën, si kur re mbi ta, në malin tur, pra, dhe ata menduan se ajo do të bie mbi ta, pranone me vendoshmëri atë që ju kemi dhënë dhe keni ndërmend çka ka aty, që të jeni të devotshëm. Dhe kur Zoti yt ka nga kryqet e të bijve të Ademit nxori pasardhësit e tyre dhe kërkoi prej tyre të dëshmojnë kundër vetes.
Pra, a nuk jam unë Zoti juaj? Po, si jo, thanë ata, ne dëshmojmë që të mos thuani në ditën e kiametit, ne kemi qenë indiferent ndaj kësaj, apo të thuani, me të vërtet të parët tonë për para nesh kanë qenë politeiste, kurse ne jemi brezi pas tyre. A do të na dënosh për atë që kanë bërë rrena cakët? Ska që ka dënon Zoti se parët e tyre ndoshta kanë mund me qenë politeist, por Zoti i din më mirë gjërat se sa ne. Prandaj, dhe ashtu ja, ne gjërësisht shpjegojmë argumentet ndoshta vinë në veti. Sikur të kishim dashur, kemi mund të ngrisim me ta, por ai ju mbështet kësaj bote dhe është nisur pas epshit të vet. Shembulli i tij për ngjet atij të qenit, nëse përzën ai gjukfliqur dihatë, por edhe nëse e lë, ai prap dihatë. Pra, për qenin e ka fjalën, e ka krahasu një personazh pa besimtar nga mesi i jahudive. Nëse e përzë, po thot ai është gjufliqur, gjuhë qitur, e qet gjuhën jashtë, edhe dihat lodhët, por edhe nëse e lë, ai prap qeni kur merr frymë e qet gjuhën jashtë, edhe dihatë. Ashtu janë njerëzit të cilët i përgënjeshtrojnë argumentet tona, prandaj rrëfe ndodhit, ndoshta do të mendojnë. Pra e krahason njeriun Zoti me qenin, me majmunin edhe me derrin. Prandaj nëse shkoni në vendet ku janë jahudit, jevrejt, s'keni me pa as qen, as derr, as majmuna. Mirë po majmunat keni me pa në malin Hira. Kur kam shku unë në Haxhillëk, në vitin 1995, qatë shumë ka ardhë keq, sa që kam fillu me qajt. Ende pa shku të shpella Hira, merreni me mend, aty ka qenë plot me majmuna, janë 20-30 majmuna. Ka nyp ata majmunat në maje të malit. Mirë po, dihet se kush i ka qu atje. Ata majmun, edhe maja ishte pingull, pra, shumë e rrezikshme, pak me këqyrët e poshtë ke mund me ra. Ka pas haxhillar që kanë ra, janë rëzu, janë lëndu, bile kanë vdek, edhe këta majmuna ishe mu në malin Nur, Gjebelun Nur, apo në shpellën Hira, ku për herë të parë i ka zbrit shpallja profetit Muhammed. Nëse nuk besoni, unë e kam pa me sytë e mi, shkrune monkey in Gjebelun Nur, or monkey in Garu Hira, or shkrune mountain, Nur. Keni më vërtetu se bash në shpellën Hira, ku për herë të parë ka zbrit profeti Muhammed, e keni të rrethume me majmuna, edhe haxhillarët e pavedishëm, në vend se me kajt për këtë gjest që ja bona i mbreti Arabis, edhe në vend se me boni mënyrë që mi largu majmunat, ata keshin, lujnë me ta, i japin me hangër. E tjera, është një ndjenë shumë e trishtume që e kom pa 1995 kër jam kanë haqë. Prandaj ja shikoni majmunin, derrin, mishin e derrin një audit e kanë haram me hangër, e kanë të ndaluar. Majmunat s'mundesh mi pa as derrat, as majmunat, as qenë, sepse Zoti i ka krahasu dhe i ka shëndru në derra dhe në majmuna. Njerëzit e cilët nuk pranojnë argumentet tona janë shembull i keq, pra ata bëjnë krim ndaj vetvetes. Kë për udhë Allahu, ai është në rrugë të drejtë, e kë e lë të humbur, ata do të jenë të humbur. E valla, këtu është pak një pyetje, kë për udhë Allahu. Allahu para se me të udhëzu, para se me të qu, Allahu para se me të dhënë hidajetin, ai ta ka dhënë udhëzimin, ta ka dhënë udhëzimin, pra, ta ka dhënë Kuranin, ta ka dhënë këshillën, ta ka dhënë Torën, Zeburin, e valla ti nuk donë edhe Zoti nuk ka dëshirë me të udhëzu. Ne kemi krijuar shumë njerëz dhe e gjinë për ferë.
Ata kanë zemër, por me ta nuk kuptojnë. Ata kanë sy, por me ta nuk shohin. Ata kanë vesh, por me ta nuk dëgjojnë. Ata janë sikur kafshët, madje edhe më të humbur. Ata janë indiferente. Allahu ka emrat e tij më të mirë, prandaj thirrni me atë dhe hiquni prej atyre të cilët keq përdorin emrat e tij, do të shpërblehen ashtu siç veprojnë. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المتكبر الخالق الباري المصور والغفار كهار الرزاق الفتاح العليم. E thirrëm Zotin, inshallah Allahu xhaleshanu na plotëson dëshirat, nevojat tona. Prandaj thot Zoti, thirreni Allahu, Allahu I ka emrat më të mirë. Prandaj thirrne me ata dhe hiqnu atyre të cilët keq përdorin emrat e tij, do të shpërblehen ashtu siç veprojnë. Mirë po, ndër ata që I krijojmë ka njerëz që udhëzojnë në të drejtë dhe ato I zbatojnë me drejtësi. Kurse ata të cilët përgënjeshtruan ajetet tona, ne gradualisht do t'i shpijejmë në humbje, prej nga nuk e din fare. Atyre do t'u jap afat, e me të vërtetë mashtrimi im është I fortë. A nuk ka menduar ata se ai, shoku I tyre, nuk është I marrë? Ai vetëm tërheq vërejtjen, haptazi, I kanë thënë budalla, I marrë. Jo, thot, ai veç ju tërheq vërejtjen. A nuk I kanë parë ata mbretërit e qiejve dhe të tokës dhe tërë ata që kanë krijuar? Ai ndoshta u është afruar fundi, po cilëve fjalë përpos tij Kuranit do t'i besojnë? Kë e le Allahu në humbje, për atë nuk ka përudhje. Ai do t'i lërë që në mosbesimin e vet të humbin. Pra I lën në humbje vetëm ata që nuk besojnë. Të pyesim për ditën e Kiametit, kur do të ndodhë, thuaj, atë e di vetëm Zoti im. Ai do ta zbuloj kohën e tij, edhe do të vi rënd qiejve dhe tokës. Do të vi pa e pritur fare. Të pyesin sikur ti di ndonjë send për të, thuaj, atë e di vetëm Allahu, ndërsa shumica e njerëzve nuk din. Vazhdojmë. Thuaj, unë nuk kam mundësi për vete të sigurojnë ndonjë dobi e as të largojnë nga vetja ndonjë dëm. Bëhet vetëm ashtu si të dojë Allahu. Pra profeti tash folë me njerëzit. Sikur të kisha dashur ditur fshehtësit, do të kisha fituar shumë të mira dhe nuk do të më prekten gjë e keqe. Unë jam vetëm një qortues dhe përgëzues për njerëzit që besojnë. Shikoni çfarë modestie ka pas profeti Muhammed dhe ka treguar në vërtetësi se vetëm Zoti e di fshehtësinë e Kiametit. Ndërkaq, ata që janë kundërshtarët, islamofobët, ata kapën shpesh herë për këtë ajete, thënë, ja, shiko, Isa ka qenë fjale e Zotit, Zot ka qenë, e tjera. Ndërkaq, profetin Muhammed atë kurrë s'ka qenë. Ai është I cili ju krijoi vetëm prej një frymori, e prej atij krijoi shokun e tij, pra frymori, Ademi a.s. Çiftin, që pranë tij të gjej qetësi, dhe kur ai e përvetsoi pas aktit seksual, ajo mbeti me barë, të lehtë dhe e barti. Por kur ju bë rëndë, ata dy ju drejtuan Allahut Zotit të tyre. Të na kishe dhënë një pasardhës të mirë, me siguri do të ishim mirënjohës. Dhe kur ai u dha pasardhës të mirë, atij I bën shok të barabartë dhe atë çka u dha ai. Por Allahu është shumë lartë mbi ata të cilët I konsiderojmë të barabartë. Apo I bëjnë shok diçka që nuk krijon asgjë, pra është pyna për Isën a.s. dhe vetë janë të krijuar
dhe nuk munden të ndihmojnë as atyre e as mund të ndihmojnë vetes. Dhe ti kishë ndihmu Isa a.s. Vetës nuk e kishë lënë veten mu gozhdu në kryq, sipas mendimit të krishterëve, ndërkaq Kurani thot, as nuk e mbytët, as nuk e gozhduat, por atë e mora pran vetes. Dhe nëse i thirrni në rrugë të drejtë, nuk do t'u përgjigjen. Keni një lloj i thirrët apo heshtët. Tani për jahudit, për jevrejt u kry meselja, tani po fillon për të krishterët. Atë të cilët ju në vend të Allahut i thirrni me të vërtetë janë njerëz sikur ju. E ju pra thirrni dhe ata let ju përgjigjen nëse flisni të vërtetën. Është puna për ato idhujt të politeistët. A kanë ata këmbë që të ecin me to, ose duar që me to të kapin? A kanë sy që të shohin me ta, ose vesh që të dëgjojnë? Thuaj, thirrni shokët tuaj dhe thurrni kurtha kundër meje, madje mos pritni fare. Mbrojtësim është Allahu, i cili i shpalli librin dhe ai merr në mbrojtje të mirët. Kurse ata të cilët ju në vend të Allahut i lutni, nuk munden t'ju ndihmojnë as juve as vetës, dhe kur i thirrni në rrugë të drejtë nuk dëgjojnë, dhe i sheh si po të shikojnë, por ata nuk shohin, o Muhammed. Ti merri me të mirë, urdhëro për vepra të mira dhe hiqu nga ignorantët. Por nëse djalli të shtyn në ndonjë të keqe, ti kërko strehim te Allahu. Ai me siguri di dhe dëgjon shumë. Me të vërtet, ata të cilët i friksohen Allahut, por sa i godet ndonjë ngatërrese djallit, u kujtohet dhe atëherë shohin. Kurse miqtë e tyre djajt i përkrahin për në humbje dhe nuk i largojnë. Kur nuk u sjell asnjë ajet, ata thonë, pse nuk e bën vet? Thuaj, unë pasoj vetëm atë çka më shpallet nga Zoti im dhe juaj. Këto janë gjëra të qarta dhe udhëzime e mëshirë për njerëzit që besojnë. Domethënë shpeshherë ka pas një pauzë, me thënë s'ka pas nevojë për zbritje të verseteve kuranore, ata i kanë thonë bëne me vetë o Muhammed, shkruaje çaty një verset. Dhe kur lexohet Kuran, dëgjoni atë dhe heshtni, ndoshta do të jeni të mëshiruar. Dhe në vete përmende Zotin tënd me përulje dhe devotshmëri dhe pa e ngritur zërin në agim dhe në muzikë dhe mos ji nga indiferentët. Me siguri, ata që janë të afërt te Zoti yt nuk i shmangen për mendje masi, adhurimit të tij, atë e lartësojnë dhe vetëm atij sejdë i bëjnë. Vazhdojmë edhe disa faqe. Surja Enfal, plaçka e luftës, përndryshe surja e 8. Vazhdon gjyzi i 9 edhe disa faqe. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Të pyesin për prejën e luftës. Thuaj, preja i takon Allahut dhe profetit. Prandaj friksohuni Allahut dhe koordinoni çështjet tuaja ndër veti. Dhe nderoni Allahun dhe profetin e tij nëse jeni besimtar. Besimtarët e vërtet, tash janë këtu tiparët e besimtarëve të vërtet. Kush janë? Janë ata, zemrat e të cilëve kur përmendet Allahu mbushen me frikë, e kur ju lexohen ajetet e tij, u forcojnë besimin dhe që mbështeten vetëm te Zoti i tyre. 3 sifate. Vazhdojmë ajetin tjetër. Shikojeni veten, a jeni ju besimtar? Ata, besimtar të vërtet, ata janë të cilët e kryen faljen dhe një pjesë të asaj që u japim ne e shpërndajnë. Ata janë padyshim besimtar të vërtet. Ata kanë te Zoti i tyre shkallë të lartë, respekti dhe falje, edhe furnizim fisnik. Ashtu si të pat nxjerr Zoti yt nga shtëpia jote, me arsye një grup besimtarësh me siguri këtë nuk e pëlqen. Kur ka dalë profeti Muhammed nga Mekja në Medinë, u desht patjetër, sepse donin ta mbysnin. Kanë polemizuar me ty për të vërtetën dhe pse e kanë pasur të qartë se do të fitojnë,
Disave prej tyre u është dukur sikur i shtynin në vdekje me sy në balë. Do më thënë, lufta e Bedrit ka qenë një luftë më e sikletshme për profetin Muhammed, sepse shokët e profetit s'kan dashtë me ju bashkangjit të gjithë kësaj lufte dhe kam bet një numër shumë i vogël i besimtarve. Madje disa thuhet se për Omerin që është kthy në gjys të rrugës për në luftën e Bedrit, dhe se ka qenë një grup i vogël që kanë shku, ndërka që kundërshtarët kanë qenë një numër shumë i madh. Dhe Zoti këtu në luftën e Bedrit ja çon ndihmën e tij këtyre luftëtarëve nga ana e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë dhe familjen e tij, dhe pastaj do të shohim ata të cilët edhe nuk kanë shkuar, edhe janë kthyer dhe çfarë polemika dhe problematika ende më të mëdha pas fitores së Bedrit ja shfaqin profetit Muhammed. Dhe kur Allahu ju premtoi se njëra nga dy grupet është i juaj, kurse ju më tepër dëshiruat ta keni atë grupin e pafuqishëm, Allahu deshi që me fjalët e veta të vërtetojnë realitetin dhe t'i shfaros me temel mosbesimtarët. Të vërtetoj realitetin dhe të zhduk të pavërtetën, ani pse mëkatarëve nuk u pëlqen. Kur kërkoni të ndihmë nga Zoti juaj, ai u është përgjigjur. Do t'ju dërgoj një ndihmë 1000 engjuj që të vinë njëri pas tjetrit. 1000, përmendet numri. Allahu kështu veproi për t'i gëzuar dhe me këtë t'ju qetësoj zemrat. Kurse fitoria është vetëm nga Allahu. Allahu është një mend i fortë dhe i urtë. Kur ju vuri në gjumë për shkak të sigurisë tuaj dhe nga qielli ju lëshoi shiun që t'ju pastroj me të dhe të largoj prej ju shqetësimin e djallit dhe t'i forcoj zemrat tuaja dhe me atë ju forcoj këmbët. Kjo është këtë në luftën e Bedrit. Zoti çka ka bërë me luftëtarët. Kur Zoti yt u shpalli engjujve, unë jam me ju, andaj inkurajoni ata që besojnë. Jepni fuqi, jepni vullnet, motiv, i thot Zoti me laçeve. Unë do t'i mbush me frikë zemrat e mosbesimtarëve. Ata që u kthyn, ata veç frikë kanë pas. I ka mosbesimtar, do t'i mbushi me frikë zemrat e mosbesimtarëve dhe nuk kanë shku në luftën e Bedrit. Dhe në luftën e Bedrit tamam shihet kush kanë qenë besimtar. Andaj ju më shoni kres dhe gishtrinjeve. Shka bonëm, pse s'shkum? Pse s'shkum? Kjo është për shkak të se kundërshtuan Allahun dhe profetin e tij. Dhe kush kundërshton Allahun dhe profetin e tij, me të vërtet Allahu është ndëshkim fort. Ai është dënim, shijone atë, dhe për mosbesimtarët ka dënim me zjarr. Edhe në këtë dynja, por edhe në dynja. O besimtar, kur të kacafyteni me mosbesimtarët, e ata janë shumë, mos u aktheni atyre shpinën. I mëson Zoti profetin Muhammed se si kanë me shku këtë luftën e Bedrit me u ballafaqu. Mos ja ktheni shpinën. Dhe kush u akthen atë ditë atyre shpinën, përveç atij i cili tërhiqet me qëllim që të luftoj përsëri ose t'i bashkohet njësiti tjetër, ai mban hidhërimin e Allahut. Pra kush e kthen shpinën në këtë luftë, përveç që duhet patjetër me kthy shpinën për me hik me shku te grupi tjetër për me luftu kundërshtarin, përveç atyve, këta tjerët kush e kanë kthy shpinën, ata këtot kanë me pas hidhërimin e Allahut dhe vendbanimi i tij është në xhehenem. Sa vend i tmerrshëm është ai. Në luftën e Bedrit, merrni studioni historinë dhe tefsirologjin, pyetni ChatGPT kush kanë qenë ata të cilët kanë bërë problematika në luftën e Bedrit, nuk e kanë dëgjuar as Allahun as profetin. Edhe bile kanë qenë të afërmit të profetit, por jo familjarët kurse si. Imam Aliu ka qenë gjithmonë i pari me profetin. Ata nuk i keni mbytur, por i kanë mbytur Allahu. Dhe kur gjuajshe, nuk gjuajshe ti, por gjuan të Allahu.
për t'i sprovuar besimtarët me një sprovë të mirë nga ana e tij. Allahu një mend dëgjon dhe i di të gjitha. Ajo ashtu ka qenë dhe Allahu i dobëson kurthat e mosbesimtarëve. Nëse keni kërkuar fitore, fitoria ju erdhi, por është më mirë për ju të hiqni dorë, dhe nëse ktheheni, do të kthehemi edhe ne, dhe as pak nuk do t'ju ndihmoje qeta juaj. Sado që të jetë e madhe, sepse Allahu është padyshim me besimtarët. O besimtar, bindjuni Allahut dhe profetit. O njerëz, dëgjojeni, keni thënë që jeni musliman, keni thënë që jeni besimtar, para luftës Bedrit keni falë bashkë me profetin. Çka kjo puna, pse po frigoheni prej luftës? Bindjuni Allahut dhe bindjuni profetit. Surja Anfal, ajeti 20. Qyri Allahun edhe profetin me një vend pa e qetë Zoti, vetën e vetë dhe profetin. Pra o besimtar, bindjuni Allahu dhe profetit e tij dhe mos hiqni dorë prej tij, pasi ju po e dëgjoni, ju flet profetit, çka on puna me juve, dhe mos u bëni sikur ata të cilët thonë dëgjuam, por në të vërtet nuk dëgjonin fare. Krijesa më të këqija te Allahu janë ata që shtihen shordhmemec, e as që don të kuptojnë. Ndonjëherë edhe këtu, pra në jetën e përditshme, ti flet edhe ai të bëhen kuse s'po dëgjon, kuse vën po bën kise s'po kuptojnë. Po ata thot janë krijesat më të këqija te Allahu. Kur ti ignoron dikush bëhet kusa s'panin. Sikur të dinte Allahu se prej atyre mund të dalën ndonjë vepër e mirë, do t'i bënte të dëgjojnë, edhe sikur ti bënte të dëgjoj, ata prap do t'ja kthenin shpinën, ata edhe ashtu rrinë shtrembër. Pra, edhe t'ishin bindë Allahut, ata ju kishin dëgju, po thot. Mirë po ata thot janë që nuk dëgjojnë edhe prap kanë mja kthy shpinën. O besimtar, përgjigjuni Allahut dhe profetit, kur ju fton te ajo që do t'ju ngjallë, dhe ta dini se Allahu është ndërmjet njeriut dhe zemrës e tij, dhe se te ai të gjithë do të mblidheni. Dhe ruajuni shpifjes shkatërruese, që nuk do t'i godas në mënyrë të veçantë nga ju, vetëm ata që kanë bërë mëkate, dhe dine se Allahu ka dënim të rrept. Përkujtone pra njëherë kur ishit pakic, kur ishit të dobët në tokë, kishit frikë, mos t'ju zënë njerëzit, e ai, Allahu, u mori në mbrojtje dhe me ndihmën e vet ju përkrahu dhe ju furnizoi me gjëra të mira, ndoshta jeni mirënjohës. O besimtar, mos e tradhtoni Allahun dhe profetin, dhe me vetëdije të jeni në dyshim, besueshmërie ndërmjet veti. Pra mos e tradhtoni fjalën e Zotit, nëse e din që ti dush më bë shordhmemec me qëllim ti e tu tradhtu edhe Allahun edhe profetin. Bashkë ka qitë Zoti, vetën edhe pe profetin. Dhe ta dini se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë, kurse te Allahu, te ai ka shpërblim të madh. O besimtar, nëse i friksoheni Allahut, ai do t'ju bëj të aftë, ta dalloni të pavërtetën nga e vërteta, dhe do t'i mbuloj veprat tuaja të këqija, dhe do t'ua falë. Allahu është bamirës i madh. Shikoni çfarë përkrahje psiqike Zoti i jep njeriut. O besimtar, nëse i friksoheni Allahut, ai do t'ju bëj të aftë ta dalloni të mirën dhe të keqen, të vërtetën nga pa e vërteta, dhe do t'ju mbuloj veprat e juaja të turpshme. Prandaj unë kom pas një rast që ka qenë i devijuar, pastaj kur ka hyrë namaz, ka hyrë në besim, është orientuar në rrugën e Zotit, ai fillonte me i përmend veprat e veta të këqija si shembull kush kam qenë e kush jam. Jo, Zoti thot, unë thot do t'ju mbuloj veprat e juaja të këqija, dhe derisa unë këtë verset ja kam thënë, edhe fal Zotit që
ka dëgju, ka dash Zoti me dëgju, dhe thash, s'ke nevoj, thash, fëmija jotë me ditë çfarë babe kanë pas, po çfarë babe kanë. Vazhdojmë. Dhe kur mosbesimtarët të bënin kurtha që të lidhin ose të vrisnin ose të përzënin, ata bënin kurtha, por edhe Allahu i kurthëronte, sepse Allahu është njohësi më i mirë i kurthave. Gjithmonë ata që dëshirojnë me të bë kurtha, e tije me të drejtën, tije njeri besimtar, ta din që Allahu kurthat e tyre ka mja kthy për fytyre. Kur u lexohen ajetet tona thonë, i kemi dëgjuar, sikur të donim edhe ne mund të thonim diçka të tillë. Këto janë vetëm legjenda të popujve të lashtë. I kemi dëgjuar, hajde bre Muhammed, çfarë po fol Allahile, i kemi dëgjuar, këto janë legjenda pralla. Por kur thonë, o Zot, nëse kjo është me të vërtet prej teje, ti rresh gurën mbi ne nga qielli, sikur shiu ose lëshona një dënim të dhemshëm. Edhe dënimin e kanë lyp nëse janë të vërteta këto fjalat. Me rresh shi gurë nga qielli. Allahu ata nuk i donte, ata nuk i dënonte, sepse ishe ti në mesin e tyre. Dhe ata Allahu nuk i dënon derisa luten për falje. Dhe ata nuk i lë pa i dënuar Allahu, se ata pengojnë të tjerët t'i afrohen tempullit të shenjtë. Ata pra nuk janë roje të tij. Roja e tij janë vetëm ata që i friksohen Allahut, por shumicash nuk e dijen. Lutja e tyre tek tempulli ishte vetëm fishkëllim e duartrokitje. Prandaj shijoje dënimin e mosbesimit tuaj. Domethënë para profetit Muhammed, njerëzit kanë shku lakoriç dhe kanë bë duartrokitje dhe fishkëllima, si dhe janë sjell rreth Qabës. Kjo ka qenë ritual i para Islamit. Dhe Zoti e përmend të. Ata që nuk besojnë, shpenzojnë pasurinë e vet për t'ju shmangur të tjerët nga rruga e Allahut, japin projekte për LGBT, për ato, për këto, lloj projekte me miliona para japin për mi shmangë njerëzit nga Islami, nga rruga e Zotit. Ata me siguri do ta shpenzojnë atë pasuri e pastaj për të do të përmbahen edhe më në fund do të mposhten. Kanë mu majtë për qatë pak pasuni që kanë dhënë, edhe më në fund kanë mu mposht. Dhe ata që nuk besojnë do të tubohen në xhehenem. Prandaj ke kujdes ku po e çon atë sponsorin tënd, apo e çon Big Brother, apo te filani, te lloj koncerte që i largojnë rinin nga rruga e Allahut. Prandaj mos shiko ta fitosh pasunin me një reklam që e devijon popullin. Prandaj, sepse në këtë botë ki mu mposht, e në botën tjetër e ki rrugën për te xhehenemi. Për t'i daluar Allahu të mirët nga të pamirët dhe që t'i radhis të pamirët njërin afër tjetrit, e pastaj t'i mbledh të gjithë së bashku dhe t'i hudhë në xhehenem. Ata me të vërtet janë të humbur. Thuaj atyre që nuk besojnë, nëse heqin dorë, do t'ua falet e kaluara. Deri sot ke sponsoru lloj reklamat të cilat e kanë deviju popullin ton, qoftë edhe me një gotë ujë që sponsoron aty në emision televiziv, një emision i cili ka vetëm për qëllim degenerim, ti ke me qenë i poshtruar, i mposhtur edhe për botën tjetër, ti ke ndihmu rrugës së shejtanit për me i largu njerëzit nga rruga e Allahut. Ama unë veç e kom reklamu atë pijen ti me ujin apo ku ta di unë. Varet te ku po e reklamon. Thuaj atyre që nuk besojnë, nëse heqin dorë do t'u falet e kaluara, e nëse vazhdojnë ani dihet se çka u bë me popujt e lashtë. Dhe luftoni kundër atyre derisa të mos mbytet asnjë shpifje. Të mos mbetet asnjë shpifje dhe të jetë e tërë feja për Allahun. Nëse ata heqin dorë, ani Allahu e sheh se çka bëjnë. Luftoni derisa të mbetet asnjë shpifje. Nuk do me thënë luftoni që kapni bombat e raketat e tjera e tjera.
Jo, ti edhe në shtëpi tënde, edhe në shoqëni tënde, keme luftu, keme thonë fjallën e drejtë, mos me qenë frigacak, jo se pimet hatri send, jo, krejt shpifjet duhet me i qitë për në shesh, sepse, çka thot Zoti? Zoti thot nuk ka dëshirë të fliten fjalë të këqija përveç atëherë kur të bëhet padrejtësia, përveç atyre që i bëhet padrejtësia. Prandaj, ti nëse nuk flet për padrejtësinë që të ka bë ty, për shpifje që të është bë ty, atëherë ti i ke ndihmu ati shtypsit edhe ai veç ka me vazhdu me shpif për ty. Por nëse ja kthejnë shpinën, ta dini se Allahu është mbrojtësi juar, sa mbrojtësi mirë është ai, me ndihmën fantastike. Fjala e Zotit lartësuar është e vërtetuar. Sadaqallahul aliyyul azim. Me kaq të dashur miq, të dashur besimtar, dhe gjithkush keni qenë prezent në këtë emision live në TikTok dhe tani që po përcillet në YouTube, që po publikohet në YouTube, inshallah, besoj se keni mbet të kënaqur, kërkoj falje për gabimet e mundshme, ato janë nga vogëlsia ime, dhe falenderojmë Zotin për gjitha këto fjalë të bukura madhështore që kanë mundë ndoshta me dëpërtu në zemrat e tuaja, por kjo është nga madhështia e Zotit, e jo nga unë si Iqbalja, që vetëm po e përcjellni një fjalë të Zotit me aq mundësi sa i kam, besoj Zotit të na ndriçojë mendjet tona dhe mendjet tuaja përgjithësi, dhe të na paqëroj zemrat tona, t'ja zgjasim dorën njëri tjetrit, të punojmë vepra të mira, sepse vetëm duke punu vepra të mira, edhe veprat e këqija do të na shuhen vetvetiu, dhe kështu do ta krijojmë një jetë të bukur edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Ta ndajmë drejtësinë, dashurinë, bindjen dhe respektin vllazëror, motër e vlla, vlla me vlla, shoqe me shoq, miku me mikun, shoqëria me shoqërinë, shteti me qeverinë, qeveria me shoqërinë, e të gjithë me radhë të jemi ata që thrasim për të mirën, e çdo gjë që është e mirë është vetvetiu fjala e Zotit. Me kaq pra përfunduam edhe sot gjysmën e 9, shihemi të martën e ardhshme në të njëjtën kohë, pra nga ora 22. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, selami, bereqeti dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet tuaja.